dhe gjithë shqipuzën. Cilat janë të rejat e fundit që vinë lidhur me këta aksident që ndodhi të premten në Itali? Për fat keq edhe ne po vim me një lajm jo të mirë njëjtë sikur e nisi në Itali të premten një aksident që ka ndodhur rreth orës 3:40 pas ditës, ka qenë fatal për 2 trinj nga Mitrovica, bëhet fjalë për triun Fidan Peci, 27 vjeç dhe Ardian Avdyli, 21 vjeçar, të cilët ndodheshin në një veturë me targa polake në autostradën A4 në drejtim të Triestes të Italisë, që besohet se po shkonin drejt kufirit sloven, në momentin kur vetura e tyre u përplas me një kamion i cili ndodhej para tyre. Sipas asaj çfarë kanë raportuar mediat italiane dhe çfarë ka transmetuar ekskluzivisht Metropol nga burimet e veta, bëhet e ditur se vetura e tyre ndodhej në një shpejtësi të madhe dhe në momentin e goditjes u fut në margjinat e kamionit duke psuar dëme serioze qoftë makina, qoftë dy të rinj të cilët e humbën jetën në vendin e ngjarjes. Ky lajm u kumtua familjes tek ditën e djeshme nga ambasada e Kosovës në Itali, e cila verifikoi gjitha rrethonat para se të transmetonte lajmin tek familja. Andaj dje u raportua dhe rasti i vdekjes së dy të rinjve nga Mitrovica. Ishte një rast jashtëzakonisht pikëllues me që pra bëhet fjalë për jetën e dy personave në moshë jashtëzakonisht të re, e që pastaj pra familjet e morën lajmin nëpërmjet ambasadës që informua për detajet e aksidentit nga policia. Duhet theksuar që në momentin që ka ndodhur aksidenti në vendin e ngjarjes kanë ardhur ekipet shëndetësore, ato policore, zjarr fiksit e madje edhe një helikopter për të parë nëse ekziston mundësia që të ofrohet ndihmë dhe që të njëjtit të barten për në spital në mënyrë emergjente. Mirë, po për fat të keq ekipet shëndetësore kishin konstatuar se që të dy të rinjët kishin humbur jetën e tyre në aksidentin që kishte ndodhur aty për aty, duke pikëlluar kështu edhe familjet e tyre. E ne po shfrytëzojmë rastin prej këtu që të shprehim ngushëllime familjarëve dhe të urojmë që Zoti t'u çojë durim e të jenë në gjendje të përballojnë këtë dhimbje të madhe që i ka goditur. Gjithashtu dhe ne i bashkohemi këtij ngushëllimi dhe të faleminderit për këtë informacion që e solle në programin tonë. Një faleminderit e juve, shihemi sërish nesër e urojmë informata më të mira se kjo. Ashtu shpresojmë dhe ne, faleminderit shumë. Do ndrojmë temë, një person është arrestuar në Pej pasi i njëjti kishte thyer derën e banesës së një gruaje dhe kishte tentuar t'i vë flakën. Më shumë informacione do të kemi nga kolegu jon nga Peja, Valdrin Daci. Mirëmëngjes, Valdrin. Mirëmëngjes, Gonçe, po janë disa raste që kanë ndodhur gjatë këtyre ditëve e madje edhe orëve të fundit. Një prej rasteve, siç e përmendet edhe ju, është një person ka shkuar në derën e një banese të një femre dhe ja ka thyer derën dhe ka tentuar që t'i vinte flakën. Por në ato momente aksioni nuk kishte rezultuar me sukses pasi që një hap më të shpejt se ai ishin policia dhe kishin dalur në vendin e ngjarjes duke e ndalur personin dhe duke e ndaluar veprën. Personi është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje. Vlen të theksohet se sipas policisë nga informacionet që kemi marrë, ky person ka pasur urdhër mbrojtës ndaj viktimës dhe nuk e ka respektuar. Në informacionet se çfarë është një urdhër mbrojtës